Ndërsa tensionet dhe luftimet vijojnë në lindjen e mesme, kompania ajrore Qatar Airways ka ndërmarrë një hap të pazakontë për të mbrojtur flotën e saj ajrore, zhvendosjen e avionëve mijëra kilometra larg rajonit të rrezikut. Sipas të dhënave të fundit, me 10 avion të kësaj kompanie janë dërguar në aeroportin e Teruelit, një qendër shtetërore në lindje të Spanjës, e njohur si një nga bazat më të mëdha në Europë për mirëmbajtjen dhe magazinimin e avionëve. Ky aeroport, i cili ndodhet mes qyteteve Valencia dhe Madrid, është bërë shpesh i famshëm si aeroporti ku avionët parkohen. Vendimi vjen në një kohë kur hapësira ajrore mbi Doha, qendra kryesore e fluturimeve të kompanisë, është pjesërisht e kufizuar për shkak të situatës së sigurisë në rajon. Kjo ka detyruar kompaninë që të reduktojë ndjeshëm oraret e fluturimeve dhe të kërkojë alternativa për parkimin e avionëve. Në një deklaratë për mediat, kompania theksoi se kjo është një masë e përkohshme. Për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme në rajon dhe ndërprerjeve të operacioneve ajrore, përtej kontrollit ton, kemi pozicionuar disa nga avionët tanë në aeroporte të përzgjedhura jashtë Katarit. Të dhënat nga platformat Flight Radar tregojnë se fillimisht në Teruel ndodheshin 15 avion, ndërsa 5 të tjerë ju shtuan gjatë fundjavës. Aeroporti i Teruelit është përdorur gjerësisht edhe gjatë pandemisë së COVID-19, ku rreth 140 avion nga e gjithë bota u parkuan aty. Klima e thatë dhe kushtet e favorshme e bëjnë atë një vend ideal për ruajtjen afatgjatë të flotave ajrore. Autoritetet e aviacionit në Katar ndërkohë kanë njoftuar se operacionet e plota do të rifillojnë vetëm pasi hapësira ajrore të konsiderohet sërish e sigurt. Deri atëherë avionët luksoz të Katarit do të qëndrojnë larg rrezikut në strehen e tyre europiane.